Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është duke qëndruar për një vizitë 2 ditore në Kosovë me leje të posaçme nga gjykata speciale. Leja erdhi 5 ditë pas vdekjes së babait të tij dhe Thaçi kreu ditën e djeshme homazhe pranvarit të Haxhi Thaçit, i cili ndëroi jetë më 16 mars. Thaçi ka arritur të premte në Kosovë, ku dhe ka vizituar varrin e babait të tij dhe vendosi një kuror me lule me mbishkrimin "Te varri yt erdha i fundit bab. Para me erdhën mira qytetar, së shpejti dorë më dorë do t'i falenderoj të gjithë, të qoftë i lehtë dheu i Kosovës." Pasi kishte qëndruar disa momente te varri të Atit, ai vazhdoi vizitën te shtëpia e tij në Buraj, ku edhe ka takuar disa familjar. Më pas Thaçi u dërgua në zyrat e Euleksit në Prishtinë. Sot Thaçit për vizitë kanë shkuar bashkëshortja dhe vëllezërit e tij. 3 vëllezërit e ish-presidentit Hashim Thaçi, pasi përfunduan vizitën e tyre në zyrat e Euleksit ku po mbahet vëllai, thanë për mediat se presidenti është mirë. Vëllai i tij Gani Thaçi tha shumë mirë është, me shëndet, nuk mund të flasim më tepër. Ndryshe pak më herët në zyrat e Euleksit ku po qëndron ish-presidenti Hashim Thaçi, arriti edhe bashkëshortja e tij Lumnia Thaçi. Ajo është lejuar që me veturën e saj të hyjë brenda bazës së Euleksit, por ende nuk ka dalë nga objekti në fjalë. Teksa në zyrat e Euleksit në fushë Kosovë hynin familjarët e Thaçit si bashkëshortja e tij dhe vëllezërit për ta takuar ish-presidentin e Kosovës. Një grup të rinj kanë protestuar në mbështetje të tij. Me pankarta në duar dhe me broritje ata kërkojnë lirimin e Thaçit dhe të 3 ish-krerëve të tjerë të UÇK-s që ndodhen sot në Hag. Skemi heronj për të sakrifikuar, liri për çlirimtarët, liria ka emër, drejtësi jo politik, janë disa nga mbishkrimet e vendosura në pankartat që ata mbajnë në duar. Ndërkohë, vizitën e Thaçit në Kosovë ka konfirmuar edhe specialja, duke njoftuar se ai është lejuar të bëjë nderime dhe të jetë pranë familjes së ngushtë. Mund të konfirmoj se për arsye bindëse humanitare, trupi gjykues dhe gjyqtari i procedurës paraprake kanë udhëzuar sekretarin që të menaxhojë një vizitë në paraburgim në Kosovë për Hashim Thaçin që t'i bëjë nderime dhe të jetë me familjen e ngushtë. I akuzuari mbetet në paraburgim nga dhomat e specializuara, ka thënë për mediat në Kosovë Michael Doyle, zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës.